Misha, më thuaj pak këtë detajin e përdorimit të internetit lokal që përdorën ta, po themi, ta shërbimit inteligjencës Ukrainase që bën të sulmin. Si ishte ajo? Unë dëgjova që kishin marrë abonime me skeda telefonike dhe pastaj ishin futur në këtë apo skeda interneti. Po, fillimisht do me thënë tashti ka dalë versioni hapur që është një person me mbiemër Timofejev që ka në shqetësi si rusë ashtu dhe ukrainase, ai që është organizatori kryesor i këtyre sulmeve. Do me thënë fizikisht ai është ai që përndiqet tashti nga shërbime sekrete ruse dhe shpallur. Është ai që quhet agenti me imang. Ai është, do me thënë, kryesori, ai ka qenë pronari i të gjithë kamionëve të dërguar në drejtime të ndryshme, pra ai ka qenë pronari de facto. Ai është një, do me thënë, shtetas rus, por... Kjo është foto që kemi në këtu, ma splitero pak. Kjo është foto, është ky, për këtë flitet? Po në janë me atë që kam parë dhe unë në internet, do me thënë. E pa mi, ai, do me thënë, ai, po mi ma, rusit e kanë zjesë, kush të nëzirë? KGB-ja e kanë zirë, GPU-ja e kanë zirë, si që dhe? Ne, se KGB-ja vjetër. Edhe këta, do me thënë, pajisjet kanë ardhur nga Kazakistani, flitet që i kanë prur të gjitha nga Kazakistani, në qytetin e Çeliabinskut, që është në kufi me Kazakistanin, në jug të Uraleve. Aty ka qenë celula e grumbullimit të dronëve, aty kanë marrë me qera një depo të madhe, ku janë, do me thënë, montuar dronat, ku janë montuar dhe shtëpit, do me thënë, prej druri dhe qatit. Qatit flitet që kënë pasur një mekanizëm jo të lidhur me, do me thënë, me celular dhe me telefona, por ka qenë një, do me thënë, skemë teknike elektrike që vijë në punë. Se si e pastaj hapeshin, nuk e di, por që thanë nuk ishte lidhje me telefoni. Jo, unë telefonia, se u zjadëm shumë, po është interesante. Vete për dronët. Pra, për dronët, për pilotët e dronëve, pra ata që lidhin me internet, sepse pa internet s'do bëj droni. Ata që lidhin dhe bëjnë pilotimin e dronit në internet. Dronët ishte të lidhur me internet, por operatorët, do me thënë, kanë qenë shumë largë. Nuk ka qenë ky Timofejevi që i drejtonte. Kanë qenë, do me thënë, po kanë qenë aty te kamionët. Po, okej. Pra, do me thënë... Kanë qenë në Ukrainë, në Kiev ata operatorët. 4700 km largë? Si i vide sinjali atyre? Apo me internet? Sinjali vjen, do me thënë, tek droni dhe vjen nga telefonia lokale, ndërsa interneti është për të gjithë dhe funksionon. Pra ka ju... Okej. Edhe unë nga juve jam një 3000 km largë, po funksionon.